Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të zhvillojë të njëjtën me 20 qershor një seancë vendimtare për fatin e Ilir Metës, ku do të shqyrtohet kërkesa për zëvendësimin e masës së sigurisë, arrest me burg në një mas më të butë. Kërkesa është dorëzuar nga avokati Kujtim Cakrani, i cili ka argumentuar se kushtet ligjore që justifikojnë mbajtjen e Metës në burg nuk qëndrojnë më. Në dokumentin zyrtar të depozituar në GJKK, mbrojtja kërkon që masa e arrestit të zëvendësohet me një tjetër që parashikon nga Kodi i Procedurës Penale, pa specifikuar se cilën konkretisht. Seanca pritet të drejtohet nga gjyqtari Erion Çela. Ilir Meta u arrestua me 21 tetor të vitit kaluar dhe ndodhet në burg për disa akuza të ngritura nga prokuroria e posaçme që përfshin korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, falsifikim dokumentash zyrtare dhe pastrim parash. Hetimi ndaj Metës dhe bashkëshortes së tij, deputetes Monika Kuremadhe, i lidhen me një sër veprime të dyshuara korruptive, kryera gjatë periudhës 15 vjeçare përmes favorizimit të kompanive private, lobimit në SBA dhe shitblerjeve të pasurive të paluajtshme. Dyshimet përfshin edhe mosdeklarimet e këtyre të ardhurave në institucionet përkatëse si ILDKPI dhe KQZ. Nga ana tjetër, Kuremadhi ndodhet në masën e detyrimit për të paraqitur, e cila u caktua nga GJKK me 23 tetor 2024. Ajo po hetohet për pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim të pasurisë. Masa e njëjtë është vendosur edhe për të hetuarën Ema Çoku. Në të njëjtën çështje, ish funksionari Piro Xhixho, i cili akuzohet për korrupsion pasiv, ka përfituar lehtësim të masës nga arrest në shtëpi në detyrim paraqitje. Të gjithë personat në masë sigurie me detyrim paraqitje janë të detyruar të paraqiten një herë në muaj pranë policisë gjyqësore të SPAK, ndërsa hetimet për dosjen vijojnë intensivisht.